Për 2 muaj me radhë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të jetë në monitorim të rreptë ndërkombëtar për shkak të një procesi që pritet të përcaktojë fatin e SPAK dhe besueshmërinë e reformës në drejtësi. Më 18 dhjetor përfundon mandati i Altin Dumanit si drejtuesi SPAK dhe betejë për pasuesin ka nisur zyrtarisht. 4 emra janë në garë: Adnan Xholi, Klodian Braho, Doloreza Musabelliu dhe Elvin Gogaj. Të gjithë kanë dorëzuar aplikimet dhe platformat dhe në javët në vijim do të zhvillohen seanca dëgjimore më pas votimi, por përtej procedurës, ajo që ka vënë alarmin janë lëvizjet e politikës për të futur duart në këtë proces. Ndërkombëtarët nuk e kanë fshehur frikën se dikush o përpiqet të kontrollojë emërimin e kreut të ri të SPAK. Precedenti është i njohur. Gjatë mandatit të Dumanit, SPAK nuk kurseu askënd, duke çuar para drejtësisë figura të larta të pushtetit aktual dhe atij të kaluar. Kjo ka krijuar një frikë të heshtur por reale mes politikanëve që i tremben një drejtësie të pavarur. Reagimi i Shteteve të Bashkuara ka qenë i menjëhershëm, e ngarkuara me punën si Van Horn. Pak ditë më parë zhvilloi një takim të drejtë për drejtë me kryetaren e KLP Mirela Bogdani, ku sipas njoftimit zyrtar, Theksi u vu mbi integritetin e procesit të përzgjedhjes së drejtuesit të SPAK. Ajo paralajmëroi se nga ky vendim do të varet edhe vijimi i bashkëpunimit mes SBA-s dhe institucioneve shqiptare në fushën e drejtësisë dhe sigurisë. Integriteti i procesit për zgjedhjen e prokurorit të posaçëm të SPAK është thelbësor për vazhdimin e bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit organizuar ndërkombëtar dhe për forcimin e sigurisë së vendeve tona, njoftoi ambasada. Në të njëjtën linjë ka reaguar edhe Bashkimi Evropian. Ambasadori Silvio Gonzato është takuar me Bogdanin dhe ka konfirmuar se BE do të ndjek nga afër çdo hap të këtij procesi, duke e konsideruar atë kyç për besimin e qytetarëve dhe për ecurinë e Shqipërisë drejt integrimit. Ambasadori gjerman Karl Bergner ka qenë edhe më i drejtë për drejtë, duke kërkuar publikisht që politika të qëndrojë larg këtij procesi dhe të mos cënojë pavarësinë e drejtësisë. Burime e brenda sistemit tregojnë se takimet diplomatike me anëtarët e KLP-s do të vijojnë edhe gjatë muajit nëntor dhe dhjetor. Ekspert ligjor nga SBA dhe BE pritet të asistojnë mbledhjet, të analizojnë proces verbalet dhe të monitorojnë votimin final për të shmangur çdo skenar manipulimi. Kjo ndërhyrje e hapur diplomatike nuk ka precedent në këtë nivel dhe tregon qartë se partnerët strategjik janë të ndërgjegjshëm për tentativat për të emëruar një prokuror të kontrolluar. KLP është sot në pikën më të ndjeshme të funksionit të saj. Nëse i bindet skenarëve të errët dhe pranon që të diktohet nga interesa të ngushta politike, shkatroi një herë mirë besimin e mbetur tek reforma në drejtësi, por nëse tregon integritet dhe rezistencë, mund të kthehet në garanci për një drejtësi të lirë nga komandat politike. Pesha e vendimit që do të marrë në fund është më e madhe se emri i çdo kandidati, është çështje besimi dhe legitimiteti institucional. Ndërkombëtarët po vëzhgojnë çdo lëvizje. Populli prej drejtësi, jo teatër, dhe KLP ka vetëm një mundësi për treguar se nuk është zgjatimi i pushtetit, por mbrojtëse e ligjit.